Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetin për ditën e sotme dhe sigurisht në emisionet tona gjithmonë promovojmë sukseset dhe të arriturat e zërinjeve tanë, studentëve tanë, njëkohësisht për të folur edhe për jetën studentore. Sot ndër dhe privilegj që në studion tonë të kemi një student të stomatologjisë, Asri Ramadani. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve shumë që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj në emisionin tonë. Ju jeni studenti i stomatologjisë dhe unë dua të lidhem fillimisht me atë çështjen e asaj se çfarë ju shtyhu që të studioni stomatologjinë, pra nga u motivuat që të studioni këtë drejtim. Duke pasur parasysh se të zgjedhësh profesionin do të thotë të zgjedhësh të ardhmen. Është shumë e vërtetë, zgjedhësh profesionin është të zgjedhësh të ardhmen. Unë prej në shkollë fillore kam pas prirje për art, por gjithashtu edhe më ka pëlqyer edhe lënda e biologjisë, mjekësia në përgjithësi. Mjekësinë edhe artin i bashkon stomatologjia. Do të thotë çdo asistent, kudo që kemi pas ushtrime, çdo asistent ka thënë kush ka dorë për art, nesër profesionin do e ketë më të lehtë për ta ushtruar. Do të thotë unë prirje për art kam pas, kur ka ardhur koha për në shkollë mesme, fati ka dashur që jem nxënës i teknik dhëmbësh në shkollë mesme të mjekësisë së Tetovës, ku aty do të thënë u motivova edhe më tepër prej profesorëve, prej motivit që na dhanë, mësimit që na dhanë. Edhe padyshim tani fillova studimet në universitet për stomatologji. Për çfarë në fakt do të thënë paraqet stomatologjia ose shkencat mjekësore për ty? Përmendet një gërshetim mes artit edhe mjekësisë, po megjithatë për ty personalisht çfarë është? Stomatologjia për mua është art në vetvete, do të thotë një stomatolog i cili kujdeset për komunitetin e tij, do të thotë kujdeset për artin të cilin e posedon njeriu në fytyrë. Do të thotë ai i cili nuk ka dhëm, nuk ka art në fytyrë. Ashtu, po estetika. Estetika, pastaj pamje se si dukemi, se si folim, se si paraqitemi për socializëm. E gjithë kjo është, domethënë, prej drejtimit stomatologjisë edhe prej asaj se nesa do të kujdesemi nesër si stomatolog të arshëm. Ku stomatologjinë domethënë është si një mision ku do i edukoj çdo brez, edhe të rit, edhe të mesmit, edhe moshat e vjetra, sepse komuniteti jon ka nevojë për edukim shëndetësor, edhe të përgjithshëm, po edhe oral. Po jetën studentore, si do e kishe përshkruar? Është pjesa ndoshta më e bukur e gjithë kohës, e gjithë viteve, të gjitha viteve. Po, jeta studentore është me të vërtet një jetë shumë e bukur, edhe pse ka shumë sfida, po megjithatë kur ju del sfidave mbar, është gjithçka e bukur. E mira është se gjatë kohës studimeve kemi njoftuar shumë miq, edhe më të ri, edhe më të vjetër, edhe shok shumë nga gjenerata ime, ku dashëm apo s'dashëm, patjetër e ke që të njoftohesh gjatë studimeve. Ka qenë me të vërtet kënaqësi të kemi kolegë të mirë, që kemi pas këshilla, kemi pas motive, kemi pas fjalë të mira, respekt për njëri tjetrin. Nuk harrohen ato momentet e mira kur kemi kaluar kohë gjatë duke u përkushtuar për studime. Kemi kaluar muaj të tërë, domethënë kemi lënë shumë sende anësh për të fokusuar që të mësojmë. Edhe përgatitemi për provim, kur kemi dalë shumë herë nga dera ku është mbaj provimi, edhe unë, edhe shumë kolegë, domethënë, kur kanë qajt nga gëzimi, domethënë, prej asaj se kaluan provimin apo morëm një notë të mirë, ka qenë, domethënë, normal që mbetet në kujtesë diçka shumë e bukur. Megjithatë, vizioni yt Asri për të ardhmen, ku fokusohesh realisht? Të bëhesh sigurisht stomatolog, po megjithatë karrierën tënde dëshiron jashtë vendit ta ushtrohesh këtu, apo çfarë ke në Atëherë e imja si primare do të ishte më tepër që të fokusohem në vendlindje. Prioritet e shoh vendlindjen që të kontriboj me atë sa do të mundem, me atë sa do të kem mundësi në vendlindje. Edhe çdo triu të kisha bërë këtë apel. Pavarësisht se çfarë do profesioni ka, e mira është që një herë këtu ta provoje veprimtarinë. Pastaj nëse këtu nuk gjen perspektivë, atëherë e ka shumë të lehtë që edhe shumë faqebar që të largohet. Ama jo të largohet pa një arsye, sepse ai i cili don që të jetë i suksesshëm, veten e gjen kudo. Po. Me që je në studimet të stomatologjisë, na flit pak për dhëmbët, si t'i mbajmë të pastër, cilat janë sëmundjet apo patologjitë më të shpeshta që mund të paraqiten, me çfarë shenjash dhe simptomesh mund ta vërejmë? Po. Atëherë dhëmbët janë një pjesë shumë e rëndësishme
e jetës tonë, e organizmit tonë në përgjithësi. Do të thotë sa ka vlerë shëndeti oral për një dhëmb, aq ka vlerë edhe një dhëmb për gjithë shëndetin e përgjithshëm. Do të thotë këtu do e kisha theksu si një diçka shumë të veçantë. Do të thotë një dhëmb i shëndosh, edhe një zemër, edhe një sistem tretje i shëndosh. Pa njëra tjetrën këto nuk lidhen. Do të thotë ai i cili nuk ka shëndet të përgjithshëm, nuk mund të ketë as shëndet oral, sepse mjekësia këtë ka gërshëtimin e gjithë sistemeve. Tash edhe nëse shëndet oral mirë ka, normalisht që do të gëzoj edhe shëndet përgjithshëm. Mendoj se dhëmbët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë, duke marrë parasysh prej kapjes së coptimit të ushqimit, bluarjes së ushqimit, ku më pas bëhet për gatje për kapërbirje dhe për sistem tretje. Funksioni tjetër është ai artikulimit të fjalëve apo i fonacionit, dhe e treta pastaj është estetika apo pamja se si dukemi. Si dukemi ne e përcaktojmë se kush jemi. Qoftë në pamjen e veshjes, dhëmbëve, apo ne do me thonë me dhëmbë e paraqesim veten se si dukemi, se si duhet dukemi. Qofse nuk kemi pamje të mirë, nuk mund të reflektojmë mirë kudo që paraqitemi. Sa i përket smundjeve të dhëmbit, smundjet më të shpeshta, ku edhe ne si stomatolog do të përballemi nesër, po edhe stomatologët tash që përballen më shumëti, është do me thënë prishja e dhëmbëve, apo ne si e njohim gjuhën shkencore, kariesi i dhëmbëve. Ku do me thënë shkatrohet një pjesë e strukturës së dhëmbit, ndalgadal do me thënë progredohet, nëse nuk merren hapat e parë, që është vizita tek stomatologu, apo edhe vetë shenjat e para, apo të simptomet që ku ndjejmë në një dhimbje, do një therje, të cilët vetë ne nuk do të shkojmë të reagojmë në stomatolog, nuk do të vijë stomatologu tek shpeja. Do me thënë vetë ne do të jemi ato që duhet të avancohemi në këtë drejtim, ta marrim më seriozisht, të shkojmë kontrolla të rregulla tek mjekët, dhe pastaj ata ta bëjnë punën e tyre. Tjetra është me rëndësi të përmendet nga smundjet e dhëmbëve apo shëndetit oral përgjithësi, gingivitet apo inflamacionet e mishrave të dhëmbëve, të cilat vijnë si pasojë e akumullimit të pllakut dentar, konkrementeve dentare apo siç njihen guri i dhëmbëve, ku ajo vjen si pasojë e mos higjienës së mirë orale, po edhe si pasojë e neglizhencës, kur pacientët të cilët edhe e vrejnë me sy të lirë se kanë plak dentare apo konkremente dentare, nuk shkojnë të bëjnë pastrime profesionale tek dentistët, të paktën një herë në vit kjo duhet të bëhet. Që pastaj do me thonë që të kemi një preventiv, që mos paraqitet më ky gingivit apo kjo çfarë është paraqitur deri tash si guri i dhëmbëve apo ta di. Tjetra me rëndësi që do e kisha përmend, do të ishte periodontiti apo humbja e strukturave që e rrethojnë dhëmbin. Kur do të humben struktura që e rrethojnë dhëmbin, do të thotë do të humbet edhe dhëmbi. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj absceset dentare, ku kemi do të thonë inflamacion në rrënjët e dhëmbëve. Edhe tjetra do kisha përmend bruksizmin, si pasojë asaj kur gjatë natës apo edhe gjatë stresit, ku tash çdo kush, çdo i ri, apo ndoshta edhe dinamika e jetës na ka mundsuar që stres të kemi të përditshëm, edhe ndodh do me thonë që pacientët të kenë gryrje të dhëmbëve, edhe do me thonë si pasojë atë që e përmendë, do thotë bruksizmi. Po. Pra shumë patologji të dhëmbëve, faleminderit për këto informacione që të kemi dhëmbë të shëndetshëm edhe të kujdesemi të parandalojmë sëmundjet e dhëmbëve, po megjithatë si një i ri dua të kaloj në një temë pak më të përgjithshme. Përmendëm pak më herët largimin e të rive nga vendi dhe karrierën tënde nëse dëshiron jashtë ta ushtrosh, po megjithatë cilët janë sfidat me të cilat apo vështirësitë me të cilët përballen të rinjët tanë sot në vendin tonë në përgjithësi. Tek të rinjt tash ka shumë prej atyre të cilët e ndjejnë se në këtë vend nuk ka perspektivë, nuk ka meritokraci. Nuk duhet tash fokusohem ka asnjëra anë, sepse ka prej atyre të rive të cilët nuk kanë gjetë drejtësi, po ka edhe prej atyre të cilët kanë gjetë edhe drejtësi, edhe perspektivë, edhe meritokraci, edhe këtu. Po ka edhe prej atyre tjerëve të cilët meritokracinë thonë se këtu nuk ka. Nuk e kam gjetë, thot unë kur kam shkuar vetë të kërkoj diçka vend puna apo ku ta di. Mos angazhimi institucioneve sa duhet tek ne të rit,
mos hapje vendeve të punës aktuale që është. Edhe dëshpërohen normalisht. Pastaj u bërë edhe trend pak ikja nga vendi, sepse kam edhe plot shok, edhe plot miq, edhe më të ri se unë, edhe sa mosha ime, po edhe më të mëdhej shumë, domethënë me profesion që janë të punësut, i kanë do të thotë kushtet shumë të mira këtu në vendin e vet, po pas një arsye ai thotë unë do të largohem nga këtu, sepse po ikja atje për një sistem më të mirë. Do të shkoj do të thotë që fëmia im të jetoj me sistem evropian. Tash për hir të vërtetës ka edhe prej atyre të cilat këtu në vendin e vet do të thotë nuk kanë pas mundësi financiare ta shohin të ardhmen, ta shohin perspektivën në këtë vend. Edhe ato do të thotë me shumë drejt që janë larguar. Po ka edhe prej atyre të cilat pa të drejtë morale që t'ikin nga vendi, kanë ikur se unë do të shkoj në Gjermani apo kudo. Pas një kohë, pastaj prej 2 muesh apo 3 muesh janë kthyer, ose ka prej atyre edhe të cilat janë revoltuar, edhe kanë çuar mesazhe nga atje duke thënë se këtu nuk ishte ajo çka e kishim menduar ne. Nuk pas ka qenë Gjermania ose Evropa ajo që ne kemi kujtu. Do të thotë ka shumë, është një temë e gjatë kjo, edhe nuk dish se ka anosh. Po unë si i ri, megjithatë thash, edhe shumë do të përpiqem tek të tjerët, të cilët të angazhohemi, domethënë një herë në vendlindje, me gjithë mundësit. Po. Pas mundësive, pastaj po nuk na u dha mundësi, atëherë me shumë drejt, normalisht që perëndimin do të shkojmë, si kanë shkuar edhe tjerët, ashtu edhe ne. Po e mira është që një herë këtu do thotë të ndalemi, të angazhohemi, edhe këtu do thotë një herë ta shohim të ardhmen tonë, jo direkt. Po, të shkojmë jashtë. Megjithatë, cilët mund të jenë sipas teje ndoshta ato disa faktor apo shkaqe apo arsye që njëri të shkojë jashtë vendit përveç për të studiuar, kam fjalën për të punuar, për të vepruar, sepse studimet mund të bëhen sigurisht edhe jashtë vendit. Edhe është shumë e bukur. Po. Ka prej atyre të cilët edhe në vendin tonë kanë studiuar, kanë mbaruar, po thot drejtimin të cilët unë e kam, thot nuk kam me kënd të kem kolektiv këtu, sepse thot ka mungesë kuadrësh në drejtim unë ku jam. Edhe me shumë drejt e ka gjetë veten në Evropë. Edhe shumë e suksesshme ka qenë ajo që ka bërë me profesionin e tij në Evropë, se sa të ishte ndal me profesionin në vendlindje. Tash ka, do të thotë faktor ndryshëm, ka për atyre të cilët edhe shkojnë, do të thotë me pikësynim se do të shkoj sikur të gjithë tjerët ku atje po veprojnë, do të shkoj edhe unë. Edhe për atë se e ka mundësinë e biznesit apo kolektivit në këtë vend, po ka, do të thotë edhe për atyre të cilët shkojnë atje në perëndim Gjermani apo kudo, vetëm që të bëhet, do të thotë konkurrent me mikun e vet, me shokun e vet, të cilët ti shkove dhe veprove atje, po edhe unë do të jem në perëndim bashkë si ju. Megjithatë edhe perëndimi me siguri nuk është rrugë e shtruar me lule edhe për të rinjët tanë. I kanë kushtet e mira ndoshta, po megjithatë duhet edhe atje shumë punë. Normalisht, bile ka shumë prej atyre të cilët ju shkon shumë kohë derisa të adaptohen me perëndimin, sepse nuk është Ballkan. Atje po uvnove 1 minutë në punë, domethënë një herë ke vrejtje, herën tjetër e ke rrezikosh. Ka shumë domethënë prej atyre, edhe për ato e ceka parës. Ka shumë prej atyre të cilët janë dëshpëruar që në 2 muajt apo 3 muajt e parë unë kam pas do të thotë edhe biseda, edhe mesazhe direkt me shumë shok, me shumë miq, se të kanë thënë nuk qenë ka perëndimi aq çfarë ne kemi menduar. Si thatë edhe vet, rrugë me lule nuk është, kërkon angazhimin e vet, kërkon stresin e vet, kërkon angazhimet e veta. Kemi shumë familjarë edhe unë vet që jetojnë atje. Do të thotë gjë e parë, më shumë që e përmendin, do të thotë stres të shkoj në orar të saktë, stres a do të jem korrekt me klientët, sepse atje nuk është sikur këtu që ka mungesë kuadrësh apo mungesë punëtorësh. Do të thotë largon nga puna e zëvendëson me një tjetër. Këtu do të thotë prapë më ndryshe është, thotë ruhet një punëtor edhe nëse ka bërë një gabim, prapë ruhet se s'ka me kënd të e zëvendësojë, ndërsa atje kështu nuk është. Është pak më ndryshe. Megjithatë, Astrid, të flasim në përgjithësi edhe për shoqërinë edhe për të rinjët tanë. Dukuritë negative në shoqërinë tonë, sidomos të rinjët edhe të shkollave të mesme. Si mendon që mund t'i largojmë, për shembull bullizmi,
mjetet narkotike, si mendon që mund t'i reduktojmë apo të luftojmë këto dukuri negative në shoqërinë tonë? Është e dhimbshme tash kur dëgjojmë shumë tri, po edhe shumë treja kur janë, domethënë, janë selektuar nga dukuritë negative, ato që i përmend edhe vet. Do të thotë pijet alkoolike, droga, shumë faktor. Është e dhimbshme, por megjithatë do të thotë do të apel kisha bërë domethënë pikë e parë nga prindrit, se të jenë më të kujdesshëm. Po edhe tash ka ndryshuar pak koha, njerëzit tash edhe nëse ka ndonjë vërejtje për dikon, nuk ja thon, sepse do më idhrohet se i kanë fol djalit të dikujt apo vajzës së dikujt, më përpara kjo nuk ka qenë. Tash domethënë edhe po t'ja shosh dikujt një dukuri negative, po pak t'ja përmendesh, do thotë e merr negative për respektin që ja ke bërë. Ka shumë faktor. Unë edhe në shkollat fillore tash kam vret shumë nga fshati ku unë vi, po edhe në shumë fshat në tjerë, edhe në qytete. Do të thotë natën vonë në shkolla shumë fëmijë apo të shkollave fillore me lëndë narkotike, domethënë duke i përdor. Shumë raste, edhe prej që kanë dëgjuar, edhe prej tjerëve, po edhe prej vet. Do të thotë kemi intervenuar edhe me polici, edhe me çdo gjë, thotë që këto dukuri thotë më zhduken, prapse thotë kanë gjetur rrugdalje që kanë deportu, do thotë prapë në shoqëri. Tjetra do thotë si dukuri negative, përveç këtyre, do e kisha përmend tash teknologjia që na ka ardhur dashtëm apo s'dashtëm. Çdo iri, do të thotë edhe shkollë fillore, edhe shkolla e mesme, do të thotë është vazhdimisht në predikimin e teknologjive, telefon, laptop apo ku ta di, edhe nuk shmanget prej tyre. Është shumë e vështirë. Tash ta edukosh dikon se lexoni libër apo merru me art, nëse ke prirje për art, për një instrument muzikor. Për ndonjë dukuri, domethënë që ka vlerë, është shumë e rëndë, sepse thotë më e mirë thotë është TikTok, Instagrami të qëndroj, sa të merrem me instrument muzikor, art apo ku ta di. Shpresoj tash të vedisohen pak prindrit, rinia në përgjithësi, t'i luftojmë të dukuri negative, po edhe uroj që sa më shumë do të thotë shoqata kulturore, artistike apo ku ta di të zhvillohen, të marrin trit, edhe do të thotë t'i mbajnë në një selektim pak më ndryshe, t'ju japin një frymë pak më ndryshe, e jo t'i lënë të lirë në përshkruaj do të thotë ato që të merren me TikTok, me Instagram, do të thotë me gjëra të dukurive negative. Si antivlera. Po, si antivlera, sigurisht. Dhe cilat ishte porosia yte për të gjithë të rinjët të cilët duhet të dalin nga zona e tyre e rehaltisë, të merren me aktivitete, qoftë me vullnetarizëm, të bëhen më aktiv në shoqëri? Çfarë do ju kishe porositur? Do ju kisha porositur sepse është një pjesë shumë e mirë kur kontribuojmë për shoqërinë në çfarëdo lloj aktiviteti, humanitar apo kulturor apo çfarë do të ishte. Unë vetë kam marrë pjesë në disa aktivitete, qoftë humanitare, qoftë kulturore. E mira do të ishte që edhe të tjerët do kisha përcjell një mesazh që të merren me këtë aktivitet, sepse është gjëja më e mirë që ja bën komunitetit apo shoqërisë ku jeton, ku ti ndikosh për të tjerët, apo bësh diçka për të tjerët. Çfarë do lloj aktiviteti? Më e mira kjo do të ishte, uroj që sa më tepër të shfaqen këto aktivitete, edhe pse tash për hir të vërtetës kur ka aktivitete për shembull kohë festash apo kohë fetare, si për shembull festa e Bajramit apo organizohen të rinjt bëjnë diçka. Jo vetëm tek fshati im ku vi, po edhe në shumë fshat të tjera, kjo do të thotë rezulton. Uroj që sa më tepër të zhvillohen, të ketë sa më shumë rini aktive, që do të merreshin me më shumë aktivitete të krejt kategorive. Po. Të falenderoj shumë Asri që sot ndave nga dita jute për të qenë pjesë e emisionit ton, të uroj shumë suksese, uroj të arrish më të sukseseve dhe të jesh shembull edhe për të rinjt tjerë të cilët duhet të jenë më aktiv në shoqëri, të marrin pjesë ndoshta në emisione, fal dhe oratorisë që ke, me siguri lexon shumë, besoj, sepse zakonisht njerëzit të cilët kanë oratori, kështu si ti, lexojnë shumë. Po, është e vërtet, kur kam kohë të lirë, përveç leximit, domethënë që e kena detyrueshëm prej studimeve, gjej kohë ndonjëherë edhe për lexim. Po edhe është një fakt tjetër interesant, sepse atë që përmenda në fillim të intervistës, kam prirje për art, kur kam kohë të lirë, do të thotë ju shmangem edhe unë vetë rrjeteve sociale nga pak,
edhe merrem do të thot me art, e përmbushi si me thanat shpirtin artistik si njihet, do të thot merresh me një aktivitet si dukuri e vlerëshme, e mos merremi me antivlera. Kjo do të ishte reflektim për gjithë ata, kush ka ndonjë prirje, përveç do të thot telefonit edhe asaj që bohemi ne përtac, që rrim edhe kur s'kemi punë, do të thot merren me diçka tjetër përveç. Të dobishme. Le të mësojnë diçka për art, le të mësojnë për për vallëzim, për ndonjë instrument muzikor. Çfarë do të ish, kudo që ka prirje, le të vazhdojnë, Po, edhe kjo është një problematik tjetër tek të rinjt tanë, pra leximi, konkretisht leximi klasik në letër të bardhë, shkronja të zeza, e mësuar të lexojmë për më shumë online ndoshta. Po. Teknologjia dhe këtu besoj që është sfida e radhës. Është sfida e radhës, po megjithatë ka shumë njerëz të cilët edhe shkollën e mesme nuk e kanë, po prej asaj se kanë qëndruar gjatë kohë në rrjetet sociale duke lexuar edhe ai që s'ka shkollë të mesme tash kur bisedon ka një oratori të mirë, nuk mund t'i themi se s'ka as pak oratori. Tash ajo leximi në letër është shumë më e mirë. Po tash ne koha na ka imponu që më tepër do thot lexime online se sa lexime në letër. Klasike të zakonshme. Astri, faleminderit shumë që na nderove sot me pjesëmarrjen tënde në emisionin tonë. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuarin apo personalitetin e ditës për sot, ndërkaq që vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.